Stabilitetin dhe pasyrat financiare. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim, votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime. Atëre demokratët lanë sallën, Sali Berisha është duke folur në oborin e parlamentit për gazetarët. Protestuesit paqësor u shpallën terrorist. Në këtë parlament sot Edi Rama groposi reformën territoriale, reformën de facto të një rëndësie të jashtëzakonshme për qytetarët shqiptar. Varrosi një punë, një vjeçare, serioze, të mbështetur fuqimisht nga komuniteti ndërkombëtar edhe financiarisht, edhe buxheti i shtetit. Varrosi sepse don me çdo kusht, jo një reformë në interes të qytetarëve, por një reformë në interes të manipulimit të zgjedhjeve dhe rrëmbimit të votave me çdo kusht. Por cili do që ju lutem shumë shifni pak kamerat, shifni pak filmimet, ai ishte sot me gjithë këto veprime, ishte i pakallur, mejt i pakallur. Çka do thot, këto janë përplitjet e fundit të një njeriu që do të përfundojë në galerat më të errta të historisë. Edi Rama nuk shpëton më. Ju e pat vetë si ishte. Erdhi vetëm e vetëm për të varrosur të merrin dhe ferrin reformën territoriale, të merrin dhe ferrin që ka nga vota e shqiptarëve dhe tashmë nuk mbetet gjë tjetër veç se revolta paqësore e të gjitha bashkive dhe komunave, bashkive me të cilat ai në hartën e tij do t'i zhduk nga faqja e dheut dhe të tjerave që përpiqet t'u ndikojë në rekordin elektoral. Denoj me forcën më të madhe, sikundër denojmë dhe njëherë, sjelljet shtazore ndaj protestuesve. Ju e pat se si 10 protestues u sulmuan egërsisht me mjete me lëndë djegëse të papërdorura ndonjëherë. U sulmuan egërsisht me gaz lotësjellës, topa ujë, spraj ariu. 10 prej tyre përfunduan në spitale. Pati dhe të lënduar rënd si që pat ju u tërhoqen nga ambulancat. Po ndjekim me shqetësim shumë të madh situatën e tyre. Përveç kësaj, shtoj se ka disa protestues që kanë qenë eksponent kryesor të cilët kanë heshtur, nuk duken më. Zërat janë se ndaj tyre janë ushtruar presionet jashtëzakonshme dhe kërcënime të mëdha. Pra, për të gjitha këto, denoj me forcën më të madhe qëndrimin e Edi Rams dhe narkomazhorancës ndaj protestuesve paqësor. Faleminderit. Ishte deklarata e Sali Berishës për